mirin e maçu. Një njeri që thot që do hikin të hap derën, del për jashtë dhe kthehet me vrap mrena. Ço ky njeri më dha, edhe quhet i besueshëm ky. Si mund quhet një njeri i besueshëm kur ai nuk arrin ta bëjë të gjë? Kur neve se besojmë që unë me ma beso që sinqerisht më erdhi keq për çdo lloj gjë që ndodhe, nuk e di se ç'a ndodhi. Burri ishte ai që doli. Atë e njoh shumë mirë. Flori, ai ishte burr. I than, u sqarua etj dhe tha. Në ato kush gjithë çdo gjë që dal. Burri është ai tjetri pra. Burri është ai. Edhe ky të përdori. Po pritë. Përdori jo babi jo ledo. Burri ishte dhe ai më. Ishte edhe Stine. Stine, pse kujto ti se produksioni nuk e ka thonë Stine. Ti nuk bën shumë gabim që e ke bërë këtë gjë. Mos e bëj këtë gjë sepse dhe Stina ai ishte burr. Tankse unë njoh 22 vjet Stinën. Edhe i kam hyrë dalë familjare dhe njoh shumë mirë. Ai tha, unë nuk vi më dhe të bëhet nami. Ai është burr. Po çat dalësh atje ta kthej menjën Ledioni dhe kthehesh prapë brapa, edhe ai thotë jam burr të unë, që s'ka dhënë asnjë lloj prove me qenë. Edhe do të kish parasysh se ka një gjë shumë keqe ai njeri. Kur them burr, në burr do thotë njeri i besës i pa besës. Prit. Jo, se unë e di që do me bëj, nuk ka shanse. Këto, jo, burr do thot burrni. Ne me mirë diktorët, kur i themi burr është burr. Marrvesh. A kuptove? Këto tash, jo të vish ka çespa ujit, nuk ka çespa ujit. Burrnia, pse kur ishi bashkë me aty, që të përshëndesha unë ty, edhe kam thënë nesër mes, të shkonte ajo, gota shoca. Se realisht, mënyrën se si e majshe tamam, e kupton tani në mënyrë figurative. Tani, dy gjëra. Unë ta thash mbrëm darkë çfarë s'pëlqeu, ta thash mbete. S'kam nevojë ta. Jo, të faleminderit. Derisa për pjesën e dhomës rrëfimit, tani këtu momente janë tani. Edhe unë kam pas një moment që jam thënë dhe kam thënë jo, unë du dal sepse mua nuk është kjo mënyra që unë du të përfaqësohem. Po është moment. Është moment ngarkesë. Jo, s'është moment. Si ti besojën atij njeriu? Si ti besojën? Kur vjen shkon te burgu, Brikena është burg. Ai del, ku ta besojnë atë njëri? Po, mi ma, atë... Jo, një minutë. Si mund ta besojnë njëri? Sa njerëz ke këtu? Ajo është mënyra ati të... Jo, s'është loja. Sa njerëz ke këtu ti personalisht që i beson dhe nuk i beson këtu në bisedat këtu e private? Asnjë nuk duhet i besosh. Unë as miri nuk i besoj. Po kush është miri për ty si pra punë? Asnjë, po jo kanë thënë që është njeriu që rri më shumë. Bravo. Pra, ti s'ke besë valla pra siri. Por ama, një njeri që e bën rrugë pastaj, edhe kur e bën në gjë, a ishe ti që bure... Të mos i besosh në lojë nuk ka lidhje me besën. Si? Nuk ka lidhje me besën. Si për besën, 2 minutë i fikse. Ama për këtë që ti thua burrin e bën besa, është shumë e vërtetë. Ama të ke besimi me besën, besa është me thënë tani një sekond. O tan, me thënë tani unë nesër ty nuk godas, edhe unë më uçu ty me të godit. Kjo është pa besi. Ama të besosh ti. Dëgjoj, ishte konteksti i burrit dhe burrnisë. Të cilin ishte pjesa e virtyteve të burrnisë. Po jo se në lojë, më bën më pak burrë. Jo, nuk të tha njëri ti më pak burrë, gjoj gjithë. Po çfarë bën ty që më tregon mua burrnin dhe integritetin edhe vlerat edhe besën? Edhe një herë. Të bën më shumë apo më pak? Edhe një herë, edhe një herë. Ti hajde pra një tjetër, thoj prap mirit. Që është më i forti më i miri. Po ndërkohë miri nga ata që janë nominim nuk do asnjë nga ata nominim. Dhe ç'a bën? Të merr të mbyll ty aty brenda. Të thotë të bën në një shenjë që ikte dera atje për të ngarkuar dhe më shumë me faj, që të merret ky vendimi tash, që të prishet ky nominimi sa ata i duhen brenda ti nuk i duhen. Dhe hajde dil ti. Po ti që ke bërë gjithë ato. Nga ata që janë aty brenda del ti. Tash ik, edhe më prap miri është më i forti dhe më i miri. Kush është më i forti? Miri ta mundosi fatin ty, miri. Se unë pse duhet ta hapsha unë derën? Cila ishte arsye që ta hapsha unë derën? Tani mos i rri. Okej, mirë. Se asnjë nga këta tjerë s'del, nga ta 8 gjishtë aty brenda. Ti ai që del. Se dalon? Po pra, sepse... Më fali me Qa ke boti, mo? Po na tregon burrnin ti, po na tregon rregullat që do bësh tu brenda, po na tregon si të pozicionohemi, ku do rrim të flasim me ty. Lutem mos i kanalizoj gjërat edhe për të vendin e dikujt tjetër. Lutem edhe një herë. Vetëm të krijosh një vend për veten, nuk e ke bërë. Kaq. Mos i kanalizoj gjërat. Ti mund të vazhdojsh vëlla. O tan ti nqoft se nuk e kupton mes lojës, nuk je për këtë lojë atëherë, se është loja e tillë. Loja shumë mirë. Ishim 7 veta më naty. Pse ta marrim përgjegjësinë e hapjes derës? Si shon aty fare? Isha duke folur me Stenaldon. Kaq. Po kush e ka mbyll derën? Nuk e di. Në rregull, ama ti nuk do të brenda, aty brenda ke qenë. Kam qenë më, po se kisha më kush e mbylli derën. Kej do ta çijon kon rana ka përgjithësi. Bravo, ja kjo është e bukur kjo. Kjo më